Do të vazhdojmë me rastin e njëjtë, tani më janë detajet të hollësishme edhe nga aktakuza e të dyshuarit për vrasjen e dy vëllezërve dje në Malishev, që e ka siguruar Kallzo.com dhe në të cilin janë detajet të shumta. Rraja me kablo, kërcënime se do të vras familjen, paralajmërime se mbante armë në të kaluarën, janë vetëm disa nga detajet e kësaj ngjarje dhe në mesin e tyre po ashtu përfshihet edhe xhelozia si një shkaktar i gjithë problematikave që ka pasur. Po, do të lexojmë vetëm një pjesë ku thuhet se rau grua në ditën e festës së Bajramit me 30 mars 2025, Astrid Isufi sipas dosjes së gjykatës rreth orës 6 të mëngjesit, përderisa gruaja e tij kishte përgatitur drekën e festës së Bajramit, i pandehur ishte zgjuar nga gjumi, e kishte thirrë gruan e tij dhe kishte goditur me peshqir në trup duke i kërkuar të njëjtës që t'i zgjaj fëmijët nga gjumi. Gruaja kishte shkuar tek fëmijët, por ata nuk ishin zgjuar e ishte kthyer sërish tek Astrid Isufi për t'i treguar. Dosja që ka siguruar Kallzo.com tregon se Astrid Isufi ishte nervozuar e më pas kishte nisur ta sulmoj gruan e tij me shuplak e grushte në fytyrë e në trup. Disa orë më vonë, Astrid Isufi ishte kthyer në shtëpi pasi kishte shkuar të përshëndes familjarët për festën e Bajramit, kishte kërkuar ushqim nga gruaja e tij dhe kjo e fundit i kishte thënë se mungonte një produkt ushqimor, e kjo më pas sërish kishte qenë një sherr i cili shkaktoi dhunën fizike të dytë brenda ditës nga Astrid Isufi tek bashortja e tij. Kur jemi tek pjesa e xhelozisë, ajo nuk do thotë ka qenë pa telefon dhe gruaja e ka njoftuar policinë që ka dhunë të vazhdueshme në familje dhe po ashtu e ka informuar se bashkëshorti i saj ka armë. Pra, derisa më herët nga gjitha bisedat që e kishim pikpyetje të shumta sa i përket rastit dhe asaj se çfarë ka qenë informuar policia, tashmë në këtë raport janë detajet të hollësishme, pra që policia ka qenë njoftuar, që ka pasur dhunë të vazhdueshme ndaj bashkëshortes, që ka mbajtur armë e kështu me radhë. Ne do ta diskutojmë edhe këtë pjesë natyrisht tani më me Ronin që e kemi drejt për drejt dhe e inkuadrojmë. Ron, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty, shumë shpesh jemi për raste të tilla fatkeqësisht. Besoj pate mundësi të na dëgjosh pak derisa lexuan nga kjo aktakuzë një reagim të parë nga ajo që dëgjove. Situata sa vjene sasihohet me fakte dhe informacione relevante të cilat mund t'ju shërbejnë institucioneve përgjithëse, pra institucionet të drejtësisë, por që ta keni parasysh një gjë. Kur konfliktet ndërpersonale, familjare, shtohen e kur dhuna bëhet persistente brenda familjes, ne shohim një problem tjetër. Kjo dhunë persistente, në qoftë se nuk trajtohet në mënyrë të mirë fill sipas procedura përkatëse, e ku viktima ose viktimat përjetojnë dhunë dhe nuk trajtohen në rrugë profesionale nga përgjithësit kompetentët fushës së shëndetit mendor, qenet të shëndetit mendor, patjetër që gjithë familja mund ta vuajë njëkohësisht edhe shoqëria mund të ngojë nga këto probleme.